Përveç marrëdhënies së publiku në për koncerte gëzime familjare, një marrëdhënie mirë e ke kur realizon koncertet recitale. Pra shikohet që ti në fakt këndon por edhe gëzon bashkë me publikun. Unë kam vënë re gjithmonë sepse kam pas stesa speciale nga ti dhe falenderoj për këtë gjë që më ke pasur në konsiderat, qoftë dhe recitali i fundit. Unë do të mbetesha tek i fundit që ka qenë para 2 vitesh. Një koncert që Pallati i Kongreseve u tej mbush. Pash që u shtuan karriket, ndenjëset për publikun. Ishte nga koncertet që ti solle bashkë me grupin tënd pra live, këngët tuaja, hitet tuaja dhe publiku u knajt. Çfarë janë recitalet për artiorin? Pra duke lënë anash koncertet edhe gëzime familjare, recitali që ka një publik në një sallë përballë. Vitet e para shumë vitesh, deri nga 2005 ka qenë e para fundit, kanë qenë kjo moda e koncerteve, recitale që se s'ishin këto teknika që janë sot. Bëheshin me baza orkestrale. Mirë po nuk është se ka një emocion dhe t'jep një emocion edhe atë kontaktin me publikun e ke çiksit ftofët, se ke shumë kollaj kur komuniko kur je me live muzik, band komplet. Dhe kisha shumë vite që matesha. Edhe më në fund erdhi mundësia dhe erdhen kushtet që të bëjte një koncert ashtu siç duhet, sidomos për muzikën popullore. Se për muzikë plet janë bë, por me këtë lloj teknike, me këtë lloj profesionalizmi nuk kishte shumë, me thënë drejtën. Edhe ai koncert ishte saqë unë me mas shumë kohësh e kam nisë se çfarë kam bë. Se vetëm deri para shumë kohësh isha si e mbime. Akoma nuk e besojsha se çfarë kisha bë, sepse jo se kisha bërë një kryevepër, po thjesht që depërtoj kaq shumë në publik, sa që mu sot e kësaj dite domethënë vazhdon, ka 2 vjet që është bë koncerti dhe duket sikur është bë javës së shkoi. Atë lloj shije i kalon dhe njerëzve edhe mu atë lloj shije. Dhe ka qenë një emocion që shumë më mrapa e kam marrë veten, sepse ishte domethënë unë e kam prit se kam atë kontaktin me njerëzit shumë, po ta kesh me 2000 ca veta, 3000 veta në sallë, ajo ishte shumë. Edhe shim çohet mishi se ishte një lloj emocioni që kur kam dalë. Në momentin që dola, unë piva totalisht edhe nga funi e kam marrë veten, isha gati me fillu ka fillimi.